flasim pak për emisionet, ke qenë shumë aktive në televizion. Pa. Emisionet ma dashura, po më duket publikut kanë qenë emisionet tuaja. Emisionet shumë atraktive, shumë interesante, me cilat edhe unë si fëmijë jam rritë me to. Rofshe dashur. Normalisht emisionet i kam përjetu shumë, kam pëlqyer shumë. Thash unë veten unë gjithmonë kam menduar që një artiste nuk do të thotë se vetëm tjetë këngëtare. Po një këngëtare do ta ketë edhe show-in. Unë gjithmonë e kam thënë këtë, unë nuk jam gazetare, nuk jam prezantuese. Po unë mund ta quaj veten një showgirl ku të pakët të një orë të kënaqet publiku me mua. Kam qenë gjithmonë spontane edhe ajo është pëlqyer te publiku. Spontaniteti ka qenë që ka botë veçantë. Po, ajo ka qenë. Po edhe për mua nëse gjitha ato vite që i kom kalu në për emisionet ma për qefi që i kom po kanë qenë emisionet më udhëtime, ku e kom gjetë veten aty, ku jom kënaq, i kom shiju pa fund, edhe besoj se atë energjin time va kom shfaq edhe shikuzve, edhe ato e kanë shiju çdo vend, sikur se i kanë uthu bashkë me mu. Po besoj që përveç kënaqësis, energjisë mire gjithave ka pas edhe lodhje. Normal. Vete din e bën këtë punë, ka lodhjet tepër. Sidomos kur udhëton. Po me udhëtime ka qenë që i ke pa ditët shumë caktume dhe është dash bile kur i shoh dhe një herë se çfarë gjirime kom bo, edhe si kom qenë, si s'kom nu as një puder, një bisht këtu e kom pas, si kom dal, po edhe ajo ka qenë qëllimi se gjithë shka të shfaqim, atë që e përjetojmë, si kemi mbri prej aeroplanit, si kemi dal, si kemi udhëtu, vende që i kemi vizitu, pa gjumësin, kështu që edhe unë kom qenë një tip pa komplekse, si kom qenë që ashtu kom dale, kom marrë mikrofonin në përshi, në përborë, në përdjel, edhe... E kjo është për cjellë, do me thonë të shikuesit dhe për atë dhe të kanë doa shumë dhe të kanë për cjellë. Po, Big, e dim që gjatë gjithë kohës ke sjellë, ke këndu, ke sjellë projekte, ke këndu, qka kem plan të ardhmen? A e duke punu diçka konkretisht që mund është më nash palos? Po, jem në realizimin e 2 këngëve të reja. Besoj, kom disa projekte për t'i realizu, po nuk du t'i përmend, se kur i përmend edhe ndështon, kështu që kom shumë rrisi, pos që duhet krymë këto angazhimet që i kemi me ahengjet familjare tash, me mbramjet e vitit 3, gjirimet e këto. Jem realizimin e 2 këngëve, një këngë më ka realizu Irkenc Hyka, besoj se nga fundi janarit ose fillimin e shkurtit do të lansohet me videoklip, po ashtu e kom edhe një tjetër këngë të realizume me Çekiçin,